Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. E zbulova nga lajmet që burri im merrej me punë të pista. Nuk e kisha imagjinuar kur se jeta ime do të ndryshonte brenda një nate dhe aq më pak nga një edicion lajmesh. Unë quhem Linda, 34 vjeçe dhe gjithmonë kam besuar se martesa ime ishte nga ato më të thjeshtat, më të qetat, pa ulërima dhe pa sekrete. Në fakt, sekreti kishte qenë duke jetuar me mua çdo ditë, duke më puthur çdo mëngjes dhe duke u kthyer çdo natë në të njëjtin shtrat. Burri im, Genti, punonte sipas tij në një biznes. Asnjëherë nuk e shpjegonte qartë se në çfarë biznesi. E justifikonte me fjalin që nuk ke pse të merresh, është punë për meshkuj. Unë e pranoja nga që ai sillte rrogën në shtëpi, më mbante mirë dhe nuk na mungonte asgjë. E mendova si burrë ri dhe jo si fshehtësi. Por atë mbrëmje të errës shkurti, jeta ime u ndal. Po gatuaja darkën dhe lajmëtari në televizor foli me një ton që më ka ngritur qimet. Policia ka zbuluar një grup të strukturuar që merrej me aktivitete të palishme në Tiranë. Mes të arrestuarve dëgjova dhe emrin e burrit tim. Ngriva në vend. Trupi im u mpiks nga frika. E dija që shumë njerëz kishin të njëjtat iniciale, mund të kishin dhe të njëjtën moshë, por zemra më thoshte tjetër gjë. Pastaj në ekran u shfaq një video e arrestimit. Njëri nga burrat me kapuç në kokë u kthye paksa me profil. Mjekra, qëndrimi ishte pikërisht ai. Ishte burri im. Doreza e lugës më ra në tokë. Për minuta të gjata rija ngulur në vend duke parë televizorin sikur ai ishte i vetmi dritare drejt realitetit. Gazetari vazhdoi duke thënë: grupi dyshohet se ka qenë aktiv prej vitesh dhe është marrë me aktivitete të palishme, mashtrime dhe pastrim parash përmes bizneseve fantazëm. Mu pren gjunjët. Vitet e fundit, Genti kishte hapur dhe kishte mbyllur disa biznese. Unë nuk e kisha pyetur kurrë. Ai më thoshte gjithmonë se në Shqipëri biznesi varet nga fati, dhe unë e besoja në çdo gjë si një budallaqe. Por ai që më shkuli frymën ishte fraza e fundit e gazetarit. Hetimet po vazhdojnë, dyshohet se familjarët e afërt mund të kenë qenë të përfshirë ose në dieni. Unë në dieni? Zemra mu drodh, asgjë nuk dija. Pas pak minutash, dera e shtëpisë u përplas fort. Ishte pikërisht policia. Më kërkuan të hapja, pa më shikuar fare në fytyrë, të hapja të gjitha bisedat telefonike. Më pas vijuan duke më thënë: ju duhet të vini me ne për të dhënë deklarim. Nuk kisha ç'të thoja, nuk dija ç'të besoja. Ula në karrigen e komisariatit dhe avokatët pyesnin derisa unë përsërisja vetëm një gjë. Nuk di gjë. Ai është burri im, por nuk di gjë më tepër. Fjalët e mia dukeshin bosh krahasuar me provat që ata kishin. Disa ditë më vonë më lejuan ta shija bashkëshortin tim. Ishte i lodhur, i raskapitur, por më shikonte me një lloj pendese të heshtur. Pse nuk më the? E pyeta me zë të dridhur. Ai uli kokën, doja të mbroja aty. Nga çfarë doja të më mbroje? Pikërisht nga vetja ime. Ato fjalë më ngulën si thik. Më tregoi shumë pak. Ai tregoi që ishte futur pa dashje, njerëzit nuk e lanë mundësinë që ai të dilte. Kishte nisur me një gabim të vogël dhe pastaj një tjetër, derisa çdo gjë ishte bërë më e madhe se ai vetë. Dhe unë kam qenë duke fjetur pranë një njeriu që çdo natë kthej me mëkate që unë nuk i njihja. Familja ime më kthye kundër. Më thanë se duhet ta kisha kuptuar, sikur dikush kur futet në një diçka të tillë është shumë e lehtë për të kuptuar disa gjëra dhe për t'i shmangur. Më mbeti vetëm një derë për të mbyllur dhe një emër për t'u haruar. Sot jetoj e vetme në një dhomë të vogël që e paguaj qeran me punë të rastësishme. Bashorti është ende në burg, në pritje të gjykimit. Nuk e di nëse duhet ta urrej apo ta kujtoj me dhimbje. Ndonjëherë më merr malli për netët kur ai vinte i lodhur dhe më thoshte se gjithçka do rregullohet. Tani e di që ai nuk dinte si ta rregullonte veten.
E vërteta që mësova nga lajmet më la një plag që nuk mbyllet. Njeriu që do mund të jetë krejt tjetër në dritën e padukshme të jetës së tij të fshet. Dhe unë ende mundohem të kuptoj se kush kam qenë në gjithë këtë histori. Kam qenë gruaja e mashtruar apo viktimë e verbërisë time?